qenë shumë i privilegjuar që kisha përgjegjësinë e drejtimit të negociatave për të vitit 2024. Jo vitin 2020, ndonse më herë kisha pas vendosur Komisisë së Brendshme. Megjithatë, negociatat është thjesht ajo çfarë ne shohim, por puna e përgjithshme është diçka që ka të bëjë me policinë e shtetit, diçka që ka të bëjë me shërbimet civilike, me shërbimet që ofrojmë qytetarëve, me shërbimet ne ofrojmë edhe në ofrimin bënje në dispozicion të letër njoftimit apo pasaportës i cilën mban simbolin e fëmijës shqiptar aty. Dhe prandaj u kërkova edhe në komunikime kolegun tim Ministrin e Punëve të Jashtme që kishte një panel të dedikuar për Ministrinë e Brendshme, ku do të trajtoheshin çështje të tilla kaq të rëndësishme me shumë rëndësi për jo vetëm qytetarët që jetojnë brenda vendit, por edhe ata që janë në vende ndryshme të botës. Dhe duke bashkuar dhe partnerët tanë, në rastin konkret IOM, ku kemi përfaqësuesen e IOM në Shqipëri, e cila ka qenë bashkëpunëtore e hershme e Ministrisë së Brendshme, dhe ne tashmë kemi edhe një projekt të dedikuar për të quajtur Review for Migration, që fokusohet pikërisht në financimet që ne i vendosim nevojës për të mbështetur më tej politikat e mirë koordinuara, mirë informuara për migracionin dhe pse jo duke sulmuar tek reintegrimi. Dhe padyshim, nëse flasim për diasporën, sot diaspora nuk është më një realitet i largët, por kundërzi, bashkë me ndryshimet që ka pasur Shqipëria vitet e fundit, gjithmonë më shumë vëmendja tek diaspora është kthyer jo vetëm si një slogan, por si një politikë, si një strategji, si një koalicië mes gjithë kontributit të çmuar dhe krenarisë që ngjen emrin lart të Shqipërisë, të çdo qytetar shqiptar që shëlqen në vende ndryshme të botës, duke sjell këtu jo vetëm atë lidhjen emocionale, duke sjell këtu edhe ide shumë të vëvyra, shumë të nevojshme për Shqipërinë të fasë ku ndodhet vendi ynë, me ambicien e fortë për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 dhe për të bërë pjesë e familjes evropiane brenda 2030. Dhe padyshim gjithë përvojë aq më tepër ato që kanë lidhje me çështjet që mundon të Ministria e Punëve të Brendshme, unë do të isha më të nderuar që ta përqafonin dhe ta kishin pjesë tonë integrale, pasi pasata nuk mund të na mbajë larg, nuk mund të jetë frizues, por dëshirë për motivimin gjithë në bashkë, qofshin këtu brenda vendit apo jashtë, për ta afruar Shqipërinë aty ku e ka vendi, dhe rrjedhimisht padyshim përmenda më herë dhe policia e shtetit pas me ndryshimet që ka pasur Shqipëria, ndodhen ndryshime shumë të mëdha edhe në kuptim të një administrate më të fortë, një administrate e cila nuk kërkon që qytetarët vinë tek administrata, por kërkon se të çon shtetin pranë qytetarëve të tjerë për më parë edhe deregulimit e procesit të lehtësimit të procedurave në ofrimin e shërbimeve apo edhe në përdorimin e teknologjisë në avantazhin tonë. Rasti më ekzemplar është ai i Openes, ku përmes një aplikacioni çdo kush mbi 95% të shërbimeve mund të përfitojë me një herë në reale. Dhe kjo është fakt, kjo është një histori suksesi dhe në këtë vizion të Shqipërisë shqiptare dhe të policisë ne kemi ecur në çdo drejtim për shqiptu dhe policinë e shtetit, e cila në fakt ka njohur vlerësim jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë vendit, ku agjensitë më prestigjioze të Bashkimit Evropian, si Europol, Eurojust, Frontex e tjerë, njohin meritat e policisë së shtetit në kryen e operacione të përpashta, në qenin proaktive dhe duke ndarë informacione shumë të vlefshme, të cilat kontribuojnë jo vetëm për sigurinë brenda vendit, por edhe për sigurinë e rajonit dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo konstatohet nga viti në vit në raportet vjetore të këtyre organizatave dhe organizmave ndërkombëtar. Dhe pse është shumë e rëndësishme policia e shtetit, sepse duke filluar nga policia kufitare, një vëllezër, një djalë i ri, i cili komunikon tashmë në gjuhë të huaj, në anglisht, ju urojmë mirëseardhjen jo vetëm bashkëkombësave shqiptar, por çdo të huaj që viziton Shqipërinë. Dhe ky është kontakti i parë me Shqipërinë.